Ti lexuam tani nga surja Furqan, është nga ajeti ku Allahu lartësuar thot: "Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'un aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila." A ke parë, i thot Allahu lartësuar, i drejtohet profetit Muhammedit a.s. A ke parë, a ke takuar, a ke dëgjuar atë njeri i cili për Zot të vetë ka marrë tekat e tij, ka marrë pasionin e tij, dëshirat. Mos vallë kujton se shumica e tyre dëgjojnë dhe logjikojnë, jo, kurse si. Ata nuk janë, thotë Allahu i lartësuar, veçse bëj një jetë kafshësh. Madje edhe më keq. Ndoshta edhe më keq. Është interesante se në këtë jetë Allahu i lartësuar i drejtohet pejgamberit të tij, profetit Muhammedit a.s. Pra, në Kur'anin famullar, në shumë udhëzime, në shumë orientime, Allahu i lartësuar i kërkon Muhammedit sallallahu alaihi wasallam shumë përkushtim në udhëzimin e njerëzve. Shumë përkushtim, me shumë dashamirësi, nuk duhet të lodhesh, nuk duhet të dorëzohesh, nuk duhet të humbasësh ritmin në udhëzimin e njerëzve. Do të flasësh me hikmet, me urtësi, me butësi, duke filluar që nga njerëzit më të afërt, që nga njerëzit më të dashur. Pra, siç ka thënë dhe në një transmetim i dërguar i Zotit, njeriu më i mirë është ai i cili Allahun e bën të dashur tek njerëzit dhe njerëzit i bën të dashur tek Allahu i lartësuar. Ky është misioni tënd. Misioni yt është që njerëzit të bësh të dashur tek Allahu dhe Allahu të bësh të dashur tek njerëzit. Pra, po të shohim dhe po të meditojmë në Kur'anin famullar, do të shohim se Zoti i Gjithësisë e obligon profetin, i cili kishte misionin më fisnik, të trokiste derë më derë, të krijonte çfarëdo lloj kontakti me njerëzit, dhe të fliste për Allahun, dhe t'i udhëzonte në mënyrë që ta shijonin Islamin në përditshmëri në jetën e tyre, dhe pastaj të bënte risk këtyre njerëzve për jetësinë në xhenetin. Sepse privimi më i madh që mund të privohet një njeri është udhëzimi. Është të qenurit i udhëzuar dhe si rjedhoj, ky njeri i privuar humbet dhe botën tjetër, humbet dhe xhenetin. Mirë po, Allahu i lartësuar i thotë pejgamberit, dhe njëkohësisht nëpërmjet tij dhe ne, është një kategori njerëzish që mos harxhosh shumë kohë me ta. Është një kategori njerëzish që mos harxho kohë me ta. Janë ata njerëz të cilët e kanë ndarë mendjen e tyre dhe për Zot kanë jo Allahun, jo krijuesin, jo furnizuesin, mirë po kanë epshin e tyre, kanë pasionet e tyre, kanë tekat e tyre, andej nga anon pasioni i tyre, tekat, interesi, i ngusht, atje ata do të orientohen. Me këta njerëz mos u lodh. Pra bëj detyrën tënde, por mos u lodh. Pse? Sepse ata e kanë përcaktuar kiblin e tyre, e kanë përcaktuar Zotin e tyre. Dhe Zoti na ruaj se sa poshtërues është. Imagjinoni shpirti i besimtarit, zemra e besimtarit dhe besimtarës, ka marrë për Zot, krijuesin, Allahun të lartin, për të arsye dhe lartësohet. Ka për njerëzve të cilët përzgjedhin për Zot diçka toksore, po diçka shumë të ulët, dhe që është një dëshirë. A keni parë, a keni dëgjuar njerëz të cilët thonë, mirë është jesh musliman, ti je besimtar, mirë po unë nuk e lë dot alkoolin. Mirë po unë nuk e lë dot biçozin, mirë po unë nuk e lë dot. Dakor, këto janë gjunahe prej gjunaheve, mirë po ai e ka lidhur jetën e tij në mënyrë të ngushtë, në një formë të tillë sa që e privon nga kjo gjë madhështore, nga agjërimi, e privon nga namazi, nga kontakti me Allahun, nga adhurimi i Zotit, si rrjedhoi i privon dhe xhenetin, diçka e cila çfarë është pjesë e tekave, pjesë e dëshirave, që me pak betejë e merr atë dhe heqet edhe shpëton. Mo këta janë njerëz të cilët kanë marrë si Zot dëshirat, prandaj o të nderuar. Një prej shkaqeve kryesore që u del njerëzve si prit në rrugëtimin e tyre drejt Zotit të Gjithësisë është pikërisht pasioni. Pasioni, po jo dëshirat, se të gjithë kemi dëshira. Dhe Allahu i lartësuar ka dashur që njeriu të krijohet me dëshira, me pasion, mirë po, kush problemi? Ato dëshira të cilat janë të shfrenuara që devijojnë njerëzit nga rruga e Zotit të lartësuar. Këtu është betejë shumë madhështore që ka njeriu me këto dëshira.
Çfarë thotë Allahu i lartësuar? Thotë, a mos mendon se shumica e tyre dëgjojnë dhe logjikojnë? Ata kanë vesh, e kanë aftësinë për të dëgjuar. Atyre Allahu i lartësuar u ka mundsuar logjike, kanë mundësinë për t'i dalluar gjërat, për të logjikuar. Mirë po këto mekanizma, këto shqisa, këto mundësi nuk i vendosin në punë. Nuk i vendosin në punë, thotë Zoti i gjithësisë. Prandaj, njëjtë siç i dëgjojmë ne, mund t'i dëgjojë edhe citatet e Kuranit. Njëjtë siç i dëgjojmë ne, mund t'i shkojë dhe ftesa për të besuar. Mirë po ku është problemi? Nuk është problemi se nuk dëgjon tingullin, apo nuk dëgjon fjalët, apo mos vallë nuk i kupton. Jo, ka një pengesë që nuk përfiton nga ajo gjë që dëgjon. Tani kalojmë pak në ditën e gjykimit. Në momentin kur njerëzit drejtohen për në xhenet ose për në zjarr, janë radhitur, thotë Allahu i lartësuar, banorët e zjarrit dhe të gatshëm, gati për të futur në zjarrin e xhenemit. E dini se çfarë thonë? Thonë, wa qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabi sa'ir. Thonë, nëse ne do të ishim, nëse do të dëgjonim me vëmendje atë gjë që thuhej, dhe nëse do të ishim të logjikshëm, nuk do të përfundonim këtu ku përfunduam. Edhe një herë, Allahu i lartësuar çfarë thotë? Mos ti mendon se shumica e tyre dëgjojnë dhe logjikojnë, nuk kanë as dëgjim, as logjik. Ata vetë pastaj e pranojnë për veten e tyre kur dalin përpara Zotit dhe kur u thuhet futu në zjarrin e xhenemit. Çfarë thonë? Ne na mungonte në dunja dy komponentë. Vëmendja, dëgjimi i vëmendshëm dhe logjika. Na i dha Allahu, na furnizoi Zoti i gjithësisë me këto të dyja, mirë po nuk i vendosëm në punë, nuk i përdorëm ato. Prandaj ne dalim në përfundimin të nderuar se nëse dëshirojmë për veten tonë që t'ja bëjmë risk vetes tonë udhëzimin dhe të gjitha të mirat e Allahut të lartësuar, dhe të vazhdojmë të lartësohemi me këtë Islam, me këtë fe, me këtë Kur'an, na duhen patjetër këto të dyja në mënyrë të domosdoshme. Shumë vëmendje kur flitet për Zotin, shumë seriozitet kur flitet për fen, kur flitet për xhenetin, kur flitet për Allahun, kur flitet për botën tjetër, kur flitet për virtytet, kur flitet për haramin, kur flitet për halalin, sepse e gjithë ardhmja e njeriut është e bazuar në këtë vëmendje, në këtë dëgjim të vëmendshëm. Dhe nuk kërkohet thjesht diçka sipërfaqësore, por një vëmendje shumë e thellë dhe një përqendrim jashtëzakonisht maksimal. Fa bashir ibad, përgëzoj robërit e mi, thotë Allahu i lartësuar. Kush janë robërit e tu o Zot? Kush janë ta adhurues të cilët ti ke obliguar profetin dhe i thua përgëzoj? Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Janë ata të cilët thotë yastami'un, dëgjojnë me shumë vëmendje çfarë flitet, me shumë vëmendje, fayattabi'una ahsana. Pastaj i përgjigjen thirrjes së Zotit në mënyrë më të mirë të mundshme. Derdhin potencialin e tyre në mënyrë maksimale për të përgjigjur thirrjes së Allahut të lartësuar. Një hadith tjetër çfarë thot Muhamedi alayhis salam? Thot kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Gjithë ummeti im do të futet në xhenet. Pra çdo njeri që ka besuar Allahun, ka besuar profetin, është musliman, ka dëshmuar la ilaha illallah Muhammed rasulullah, do të futet në xhenet në mënyrë të padiskutueshme, përveç një kategorie. I than, kush janë o dërguari i Zotit? Illa man aba. Përveç atij që kundërshton dhe nuk do. E ka ndarë mendjen. S'do të futet në xhenet, Zot na ruaj. I than o i dërguari i Allahut, "Wa man ya'ba ya Rasulullah." Të ku mund të gjesh musliman që nuk dëshiron të futet në xhenet? Tha men ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Tha ai i cili është i vëmendshëm, dëgjon dhe bindet atë gjë që mua më shpallur prej Allahut, ai do të futet në xhenet. Kurse ai i cili kundërshton, ai i cili nuk zbaton, ai i cili devion, ai është që nuk ka dashur. Ai nuk e ka dashur vetes së tij, thot pejgamberi alayhis salam, pikërisht udhëzimin. E përfundoj dhe me një fjali të fundit që është jashtëzakonisht shumë interesante. E ka përmendur edhe herë tjetër, është mënyra se si Allahu i lartësuar e ka përshkallëzuar shpalljen. Fillimisht, ajeti i parë që ka zbrit Zoti i gjithësisë dhe mos e harroni kurrë. Cili është ajeti i parë? Iqra, lexo, informohu, mëso rreth Allahut të lartësuar. Furnizohu me dije, me informacion rreth Allahut të lartësuar. Pastaj fill pas këtyre ajeteve që zbriti Zoti i gjithësisë, ajetet e para, që janë në surën Iqra,
ka zbritur Allahu i lartësuar 2 sure. Surën Muzammil dhe surën Mudaththir. Ja ejuhel Muzammil, ja ejuhel Mudaththir. Muzammil është i mbështjell. Mudaththir ka pothuajse kuptim të njëjtë, i mbështjell, i mbuluar. Pra, profeti alayhis salam në momentin që pati kontaktin e parë me Xhibrilin në shpellën Hira, erdhi i tronditur sepse mori mbi veten e tij misionin e të qenë profeti i Zotit lartësuar. Mision fisnik madhështor, por shumë i vështirë. Normalisht u trondit dhe u mbështoll dhe u mbulua me tesha, me rroba. Zbret Allahu i lartësuar këto 2 sure. O ja juhel Muzammil, o ti mbuluar. Qumi lejle ila qalila. Largoj rrobat prej vetes tënde, largoje mbështjelljen, largoj teshat. Qumi lejle ila qalila. Ngrihu dhe adhuroje Zotin tënd shumë gjatë natës, gjysmën e natës apo diçka më pak apo diçka më shumë, sipas mundësisë, mirë po adhuroje shumë Zotin gjatë natës. Pse kjo gjë? Kush më thot arsyeën pse? Se ke punë ditën tjetër. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Unë do zbres mbi ty një fe e cila ka peshon shumë, ka dispozita, ka orientime, është madhështore, dakord? Shumë e vlerë është. Ka shumë impenjative. Që do thot ti adhuroje shumë Zotin pikë së pari që të formosh veten tënde, të furnizosh veten tënde. Pastaj ja juhel Mudaththir, qum fa'andhir, o ti mbuluar, o ti mbështjell, çohu dhe paralajmëro, çohu dhe ftoj njerëzit, pra ngrihu dhe ftoj njerëzit në fenë e Zotit. E para është furnizo veten tënde, e dyta është furnizo të tjerët. Që do thotë në asnjë mënyrë ti nuk mund të qëndrosh ulur. Në asnjë mënyrë ti nuk mund të qëndrosh i mbuluar apo i mbështjell. Nuk ka kohë për të qëndruar ulur, apo për të qëndruar në gjumë, apo për të qëndruar i mbështjell apo i mbuluar. Po çfarë duhet bësh? Do të qëndrosh ulur, do të qëndrosh i mbuluar, i mbështjell, do të japësh vetes tënde rahatin atë që kërkon për aq sa ka nevojë. Po pjesa tjetër është garë në jetë, pjesa tjetër është sfidë, pjesa tjetër është impenjim në çështjet e kësaj dunjaje për të arritur kënaqësinë e Allahut të lartësuar, për të çuar në vend amanetet, përgjegjësitë, siç të ka ngarkuar Zoti i gjithësisë. Prandaj në jeta e besimtarit është një jetë shumë impenjative, e mbushur me shumë angazhim, në momente të caktuara ritmi shtohet, mirë po besimtari asnjëherë nuk e gjen të lodhur, të dobët, dembel, të plogësh, të dorëzuar, pa kuptim në jetën e tij, pa qëllime, pa ambicie, absolutisht jo. Prandaj shumë interesante dhe jashtëzakonisht shumë madhështore. Ja juhel Muzammil, qumi lejle ila qalila, o ti mbuluar, ngrihu dhe falu natën shumë, pse kjo gjë se Allah do zbres një fe e cila shumë fisnike, shumë madhështore, po me pesh. Prandaj dhe falja çfarë të bën, dhe adhurimi çfarë të bën, të ndihmon të jep fuqi. Prandaj vëllezërit e mi të shtrenjtë, një prej formave kryesore më madhështore për të patur energji, për të patur fuqi, për të qenë i motivuar, për të mos u dorëzuar, për të kaluar sfidat, vështirësitë në jetë, është adhurimi. Shikoj muslimanët, njerëzit më durimtar në rrezullin toksor, njerëzit më durimtar, njerëzit më optimist, njerëzit më me energji, më të motivuar, njerëz të cilët mundet të jetë shumë i ngarkuar nga jeta, mirë po i qeshur, i buzëqeshur, thot, e kalon, pse kjo gjë? Këto namazet japin shumë fuqi dhe shumë energji. Stabilizojnë muslimanin, besimtarin psikologjikisht, stabilizojnë emocionet tona, na japin energji. Në surën, cilën surë? Ma'arij. Allahu lartësuar çfarë thot? Innal insana khuliqa halua, idha massahu sharru jazua, wa idha massahu alkhairu manua. Do ta gjesh njeriu, thot Allahu lartësuar, i paqëndrueshëm në emocione, i paqëndrueshëm në aspektin psikologjik, i paqëndrueshëm në aspektin e ndjenjave. Në një moment i gëzuar, në moment tjetër i mërzitur, në një moment shumë bujar, në moment tjetër shumë koprac, në një moment nuk e ka frikë të ardhme, në momentin tjetër shumë në panik për sa i përket riskut, për sa i përket të ardhmes, illa al-musallin, përveç të Allahu lartësuar. Një kategori e njerëzish. Dhe i rendit Zoti i gjithësisë se kush janë këta njerëz. E dini sa kush janë? Ata që janë të përqendruar tek adhurimi i Allahut.
duke filluar me namazin, me agjërimin, me shpenzimin në rrugë të Zotit, me zakatin apo me sadakan. Ata të cilët kanë ndrojë, ndihen madhështinë e Allahut të lartësuar. Ata të cilët kanë kufi në jetën e tyre, kanë kufi, kanë halal, kanë haram, përveç kësaj kategorie. Thot Allahu i lartësuar. Pse? Sepse adhurimet stabilizojnë jetën tënde, stabilizojnë jetën tonë. Konkluzoni i cili është shumë seriozitet, shumë vëmendje, dëgjim të thellë, logjik, të marrim çështjet e të logjikojmë ky Kur'an që thotë Allahu i lartësuar nëse do zbrisë mbi një mal do shikojë malin të strukur. Ja dëgjon dikush dhe s'përjeton asgjë. Zbret në zemrën e dikujt dhe nuk dihen ndoshta asnjë. I flitet për Allahun e lartësuar dhe ndoshta nuk reflekton. Pse kjo gjë? Lau kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Nëse do të ishim të vëmendshëm dhe të logjikshëm, ne nuk do përfundonim këtu ku përfunduam. Shkaku kryesor që i humbet dhe i shkatron njerëzit. Si janë të vëmendshëm, komplet të shpërqendruar dhe nuk e përdorin logjikën që i ka dhënë Allahu i lartësuar për atë gjë që më së shumti duhet. Shikoni, mjeshtra në të gjitha aspektet e kësaj dunjaje. Do të flasi për politik? Mjeshtër. Sa orë do të ta mbaj trapezin gjallë për politik? Do të flasi për ekonominë botërore? Mjeshtër. Sa orë do të flasi? Do të flasi për hallet e njerëzve, për probleme se si zgjidhen hallet e problemet e njerëzve, gjithë dunjas madje? Mjeshtër. Esnaf. Kur vjen puna për ti flasësh për Allahun, thotë, shiko, si kuptoj këto çështje. Këto çështje nuk i kuptoj, nuk janë për mua ato. Këto janë për njerëz të fesë, për njerëz të besimit, ti që ke mjeshtër për gjithçka, esnaf për gjithçka. Ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati ghafilun. Mjeshtra thot Allahu i lartësuar të kësaj dunjaje, në aspekte të caktuara. Edhe pse nuk ja qellojnë dot plotësisht, por në mënyrë sipërfaqësore. Kur vjen puna për të kapur esencën dhe thelbin e çështjeve më të rëndësishme, që kanë të bëjnë me Allahun, me qëllimin e jetës, me detyrat në këtë botë, me përfundimin, i gjëra ata thotë, ghafilun, krejtësisht të shkujdesur. Dhe kjo është fatkeqësi jashtëzakonisht e madhe. Prandaj i themi këto gjëra për dy aspekte kryesore. Ta dallojmë të kategori njerëzve dhe mos çuditemi se Allahu na ka treguar Kurani famullar, dhe e dyta ta falenderojmë shumë Allahun që na ka bërë njerëz të logjikshëm. Na ka bërë njerëz të cilët shkencat dhe mundësitë dhe potencialet që na ka dhënë Zoti i gjithësisë, ne i shfrytëzojmë dhe i kanalizojmë pikë së pari atje ku është më e dobishme për ne. Ta falenderojmë shumë Allahun e lartësuar për mirësinë e udhëzimit dhe njëkohësisht i lutemi Allahut të lartësuar që Allahu të derdhë mbi ne mëshirën e Tij dhe bereqetet e Tij dhe mirësitë e Tij në këto net të begata, ne të mos shpërqendrohemi, jemi në kërkim të bereqetit, të mirësisë së natës së Kadrit. Jam i bindur që duke patur mendimin e mirë të Allahut përderisa do të kemi këtë ritëm, për deri në natën e fundit, Allahu do na bëjë rizq, mirësinë dhe shpërblimin të bereqetet e natës së Kadrit. Amin. Allahu i mbuloftë me mirësitë e Tij. Falim inshallah vitin të rekatet.